E kuruar në çdo detaj, nuk do ta besoni sa kushtoi veshja e Kiarës në puntatën e parë të Dance with the Stars Fan Club. Moderatorja e njohur Kiara Tito është rikthyer në ekran këtë diel me Dance with the Stars Fan Club në ekranin e madh të televizionit. Në këtë eksperiencë të re kushtoi një vëmendje të veçantë, sigurisht paraqitjes së saj. Në puntatën e parë, Kiara kishte zgjedhur një fustan të shkurtër me detaje tylli dhe tantell. A jeni kurioz të dini se sa ka kushtuar kjo veshje? Çmimi është bërë me dije nga një faqe në Instagram dhe ka kushtuar $1695. Ndërkohë, kujtojmë se po kaq vëmendje mori edhe veshja e Bora Zemanit të premten në puntatën e parë të spektaklit më popullor të kërcimit Dance with the Stars, e cila kishte kushtuar $2314.